Të dielën e 19 prillit, u mbajtën garat e peshkimit në stilin me top në kategorinë senior, pioner, personat me aftësitë e kufizuar dhe femrat. Këto gara organizuan nga shoqata e peshkatarëve sportiv rekreativ Ereniku. Për këtë garë, foli edhe fituesi i vendit të parë në kategorinë me aftësitë e kufizuar. Mirë konë raport që në Gjakov, besa dhe në gjitha qytetet e Kosovës, që kanë marrë 7-10 pjesë me aftësitë kufizune. Konë konkurrencë, do më thonë, në Kosovë, shumë është pjesëmarrja e knaqshme, po ka pas edhe senior edhe junior. Po na veçant ka qenë me aftësitë kufizune kemi pas edhe një femen. Po ajo ka me aftësitë kufizune në kategorinë e femnave ka marrë vendin e parë. Ai tregoi po ashtu rreth garuesit Bujar Krusha që zuri vendin e parë tek seniorët. I ka ra mbi 2 kg një krap, edhe me atë grepin e vogël me nylon 0.10, mjeshtria atije në zurr, edhe ai e zu vendin e parë të seniorët. Mirë, ka qenë koha shumë e mirë, uji ka qenë shumë i pastër, kënaqësi. Shoqata angazhohet në kontrolla të rregullta rreth paragullsive dhe shkeleve ligjore që ndodhin nga bashkëtarët dhe veprimtaria e tyre.